Pejgamberi sa është shumë Bismillahirrahmanirrahim. Të shku në luftën e Hajberit pejgamber a.s. me muslimanët në ushtrinë e vetë, në mesin e ushtrisë janë kanë edhe 20 gra. Në mesin e tyne grave është kanë një qike vogël. Kur e shef pejgamberi a.s. atë qiken e vogël, ti thot bim na këtu thot le të vjen me mu. E merr pejgamberi sa mjetin e vet edhe e çet pe mbrapa me udhtu bashkë me pejgamberin sa. Tash masi kryet lufta e Hajberit që fitojnë muslimanë tu kthy pasurinë e luftës që kanë marrë, pejgamberi e selam i shquë dhe në mesin e ushtarëve po lyp, po kqyr ku është ajo çika vogël. Me thonë çapo lyp po i dërgoi Allah atë vajzën e vogël që e kum pas me veti ka i më shku. Pe thirrën atë çikën. Po vjen atë pejgamberi sa pe nxjerr pejgamberi sa si në formë një zinxhiri qafës, i thot pejgamberi sa këto po kam qef me ta dhënë dhurat. Edhe ajo po do me marrë me ngjit, i thot pejgamberi jo, thot do ta po kam qef me ta ngjit unë në qafë. Edhe janë gjet pejgamberi sa në qafë, si çike zvogël zinxhirin. Edhe kjo thot Elena Manet thot që edhe kur des me mshti në dhej me to, që kur dal nesër para pejgamberit sa më thonë i dërguami Allahut apo mon me anën e kush jam në ditën e gjykimit. Rast tjetër, po ashtu me fëmijët pejgamberi sa është kanë i mëshirshëm dhe i afërt, është kanë një fëmijë i cili ka pasur emrin Umer. Ky fëmia u kon marakim me lut me pluma. E ka pas një plum, edhe tu kalu rrugës pejgamberi sa peshat Umerin tu lut me një plum. Edhe pi afrohet pejgamberi sa pi aleva kon kryta pi thot o Umer, thot çu she ka emrin plumi, thot i dërguami Zotit s'ka emër. Ta bën me angjiton e emrin. Ka ndek në simat modë se më janë gjitë pejgamberi sa emrin këtij plumit. Thot po i dërguami Allahut. Edhe janë gjetë pejgamberi sa thot masi ti jamin Umer, këtij janë gjisim Nugair. Edhe hec pejgamberi sa. Sa herë ka pa Umerin nu dhe pejgamberi sa i ka dhënë selam aleikum o Umer. Çush është Nugairi? Gjithmonë sa herë ka pa pejgamberi sa pa dhënë një përshëndetje edhe me vetë çush e ka plumin në emër se ka la. Një ditë pejgamberi sa tu hec në rrugën e Medinës pe sheh Umerin një shulë dhe kojke. Pi afrohet pejgamberi sa ngat, pi thot Omer çka u bë? Ato i dërguami Allahut. Ka cof, ka dek plumi. Subhanallah, pejgamberi sa ulet edhe rrin me të një kohë gat shoh te presin pejgamberin këtu po rrin me të pe ledhaton edhe pi jep durim, pi jep sabër për mja letu dhimbten që i ka shku shoku vet këtij Umerit. Inshallah Zoti edhe neve na i bën të mundur që me pas rahmet, me pas mëshirë, me kanë të afërt me fëmijët, ashtu siç është kanë pejgamberi alayhis salam me ta. Inshallah Allah na i bën të mundur që mu taku me pejgamberin sa në xhennet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direkt görünmüyor.